Kemi ndaj problem pastaj me zëvendësimin ose mund të keni? Si bën të llogari? Thotë e zgjidh më mbrapa. E zgjidh më mbrapa. Që pastaj ata që punojnë, vazhdojnë punojnë akoma më tepër. Këtu një ditë do punojmë gjithë më tepër dhe do bëjmë 3 fishin, 4 fishin e gjërave. Kush do rri. Po ideja është që ti nuk mund të krijosh dhe të japësh mundësinë e preferencës dikujt dhe dikujt tjetër as e bën me Ja thash. me shpatë këtë punë, me sopatë. Po mjaft pra tani, mjaft. Ç'është ky muhabet? Xhamat ja dha dikujt? T'japi plurat e gjithë shtëpisë, se sa erdhi tu kontrollu plurat, sa plura paska. Kush më? Kostana. Ta bëj vetë ajo. Se e shoh që mas diteve nuk kontrollon plurat, kontrollon plurat e krevatit. Që lejnë gjonat aty. Djenë mëgjes, piu kafe që boni, u qu hiku, janë ngrejta unë. Mbas është akoma typja të frutave që ka hëngër sot. Qa bën kështu më bua? Dhe ju thash. Romiri qa roli dha, kontrollorin e cilësisë. Kontrollorin edhe një gjën stall. Një gjën stall. I ka dhënë lopët. Dhe ju thash duhet njoni. Pa e dham pra ja dham, se s'ishte për ta marrë. Ja dham për gjunit. Dohet një javë gjatë. Ja dham për qefi, ja dham për hallit. Po pra, po. Ka një luhati karakteriale të lidhur me... Të frikshme. Me këto më i preferuari... Ore dje pardje, kur ishte, pardje jo dje. Pardje ka thonë do i qoj ke bajgat. Ore, dje ndarë që po vini kështu më tha ta paqa borgë e tjere. Kështu më paqa borgë, më lesh të banjo dhe? Turp. I erdi goja kësaj tani. Kujt? Po erdi goja se ja hapi ai. Jo, filloj dhe i thot tani Sarës, se si e kapi se filloj. Dgjoj, më fal Vanesi, ja hapi goja, ja hapi ai. Ja dha mundësinë e privilegjit burjok. Mos ma thuaj ashtu, në këtë sens. I hapi gojën. Unë kjo e kisha. E të kuptoj. Shkoj tani dhe i thot, Ana, juve tha s'keni e dëgjuat këtë pjesën, që tha ju tha nuk mblidhni gjërat tuaja, u bë loja volejbollit. Atë qapiu çajna, kafena, aty ja kam ngrejt unë. Ju bëni lojrat e volejbollit, tha, dhe nuk i merrni gjërat, kthehet nga Sara, se Sara i tha mos fol ashtu. Unë ju ktheva dhe i thash, ti Ana i thash, nuk po shkon të shofë Zhulin te stalla, dhe ndërkohë po flet për Zhulin këtu, ke kaq pak ditë këtu. Por ke 2 ditë me flejtë o burr. Sa ka ardh, kur hapi ato kanapet që të lete robat të kontrollu plurin Madame Bavaria sa plur pas ka këtu. Thash unë kur t'japin detyrat, mere për sipër, i thash, po më kaloi tani. Kthehet nga Sara dhe i thot Sarës, mos fol ashtu, më e kujdesshme se do e shofësh kur të dalësh jashtë. I thash, ki kujdes se njëri shkoj në nominim për këtë arsye, mos thjesht dhe ti e dyta që sjell informacione nga jashtë, dhe i thot Sarës, të paktën ndiq këshillat që të dha burri jot. Prap. Po, sepse i kishte thënë Darti në një moment që ti jesh me i qetë, ruaj qetësinë, diçka e tillë. Edhe i thash, inshallah kur të vinë ty familjarët e tu, i thash të japin këshilla të tilla që të t'i keq përdorim ne. E filloi. Jo, tha ishte gjë publike, jo i thash, inshallah ty s'ti japin këshilla, inshallah ja aq mirë ti këtu. Është publike, po është private, është intime, është imja. Jo, më jo do vi momenti që dhe ajo do ketë vizita familjare. Kur të vinë vizita familjare, inshallah si japin këshilla, është shkëlqyeshëm ajo. Inshallah do ketë mundësi. Po, inshallah. Unë nuk e kuptoj si nuk mund t'i tregohet vendi ashtu se shka është treguar vendi ne në kohën e duhur. Jo, po kanë pak që kanë ardhur. Po çun ka që kanë pak që kanë ardhur, se kanë vetëm fletë deri tani. Se me hedh helme dhe me fletë. Ajo vetëm gjum ka bërë. Ajo ka fletë që tjetra ka pi. Është çuar, ka hedh një fjalë te Iliri, një fjalë tek Sara, shtrir prap. Të zgjohet prap, Iliri Sara, dhe vjen gjum prap. Edhe i vend çmimin e fut kurorën për këtë mega performancë të ditëve të para. Edhe çon me pa visin që ujit lulet. Duhet ta kishte çuar. E pra? Jo, thot unë s'kam dëshirë dritë stalla. Vllai ke gabu format atëre. Jo, thot unë këtë javë s'dua. Se nuk qëhet ortobotaniko, që ferma. Mirë atë, po mos jetë të tjetrën që unë do pastroj beach bari se e keni bo zhull. Do të thënë Zhuli, fjala zhull do të thënë
Kur ka qenë zhull dhe e kena majt veten, më kupton? Jo më... është faj Indrit. Pa diskutim, po t'ja krefësh bishtin, fillon dhe hedh vickla. Po pra. Edhe... Ha, Indri! Për lule djelin, për këto t'lule djelit. Hajde. Hajde se... Erët. Të kam shpirt, mos më mërzit. Jo, mos mërzit e me. Mos më stresa, okej? Jo, mos më që stresu. Vetëm ta dish që Ana e ka merituar që këtë stalla. Ha? Ana e ka merituar. Mirë, mund ta ketë meritu. Duhej ta kishe çuar. Jo, nuk jam dakord. Nuk tash më jetë do të më jam sysha jote. Duhet ta kisha mësuar 5 vjeç. Tani nuk mësohet më. Kështu do jesh gjithë tjetër. Jo, shpirt, nuk ka mundësi. Po harxoj shumë kohë me ty. Po ta zjas shumë, nuk e meriton. Se u bëvon për gjumë, se e pret krevati. Nuk jam fare nervozuar, po unë nuk jetoj dot me njerëz manipulator, deliran, arrogant, si puna jote, dhe të rriun pasive, mos të tej përgjigje dhe mos t'ja kthej. Se ka qenë shumë aktive, duke fjetë gjumë. Hajde, Ana. Sara, Ana, Sara, Ana, Sara, kena pun. Ana, Sara, kena pun. Do jesh në qendër të vëmendjes. Dhe ti nuk e bëj tani kështu si viktim. Fillo viktimizo, shko gjej një cep dhe çaj pak, të lutem. Bëj një plan viktimizo. Shkofli, Ana, shkofli gjumë. Ana, jena për punë, Ana, të lutem. Siç është shefi Vanesa, se kam energji për Ana, energjin. Se po ta bëjmë në mënyrë pa organizuar këtë gjë, nuk qisim as i gjë. Pra këto problemi. Duhet më organizu. Unë i kom thënë për misrin. Për tjerë vesh qizmet se du me pa vetëm i gjë. Gjithë do veshim qizme. Po, normal, jo i shalla. E për ke kështë Vetëm shke 2 minuta sa vej ka. Si ke për mbjellje këto? Po ju e Ke gjë këtu. Ato 3 rreshta. Më mbrapa, do ashu. Ato do hiqen nga aty dhe do mbjellen në mënyrë të çrregut kudo, se janë shumë gjesh me njëna tjetrën. Kapito? Po nuk e shoh ku janë. Këto pra këtu. Këto janë në dielli. Këto janë. Mos hym me pantofla se do bësh pis. Po i lajmë këto se shapka janë. Do hym me çizme këtu gjithë. Okej. S'ka pantofla. 1 dhe 2 Të shkët vishem unë atëre. Po pra. Se më thanë urgjent, se unë jam me pijama. Po të që lutem kena punë të lule diellit, të lutem. E kupton se duhet ta kishe çuar këtë. Vanesa, lutem të shti. Lutem. Oro mirë, a mund të lajmë çik laj fytyrën dhe më të... Une. E ka truja Më adres. fal, i robëruar. Po shko ore, bëj qatë dush. Po jo, a kemi kohë për punën e lule diellit? 5 minuta. Ore, bëj qatë dush. Të vishëm tamam, S'kem se jam me fare. pijama. Vjen pyet mu Oromir. Hey, boyfriend, how are you? I'm fine, thanks. Ndryshe e mendon, e ka menduar për mirë, duke njohur Indrin unë e di që e ka menduar për mirë. Por ajo nuk e merr të tillë gjën. Dalla Veregjie, thot Llafazane, do jem shumë i gjatë se ty këtu brenda. Unë ndërkohë që jam sjell mirë nga fillimi. I kam pastruar dollapin, i kam lënë këto, ja kam sjell gjërat. S'di qa të them. Falendero Indrin, thot. O, çukënaqa! Ua, se